Vetëm nëse ndalon së përdori, mundet të kuptosh shumë gjëra, mundet të kuptosh dëmet që të ka bërë përdorimi, mundet të kuptosh dëmet që po të bën. Dhe me trajnimin në moment, i shkojmë bëjmë këtë punë, pra të ndalosh, të shikosh jetën tënde, të shikosh gjërat e mira që ke realizuar, të shikosh gjërat që dëshiron të realizosh, por mbi të gjitha të rish i pastër. Të shkosh të kuptosh cilat janë nevojat e tua, pse ke nevojë për të përdorur mall. Të shikosh jetën tënde me sy të tjerë, jo me sy të një njeriu që përdor, jo me sy të një njeriu të lodhur nga substanca, por me sy të një që ka dëshirë përmirësoj jetën e vet dhe ka dëshirë të shikojë ato cilësitë e mira që ka te vetja dhe ka dëshirë të realizojë gjëra të mëdha në jetë. Jo të përdori, të dëmtoj veten dhe të jetoj atë pjesë të jetës i lodhur me frikrat që të shkakton substanca edhe shumë siklete të tjera. Pra një nga gjërat më të bukura që mund të bësh me një trajnim si ky është që të ndalosh dhe të reflektosh dhe të fillosh të përqendrohesh në gjërat më të mira duke ndëtur i pastër, duke mos përdorur më. Kujdesu për veten.